Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthehemi sërish në program në Live from Tirana në një pjesë tjetër të programit 11:08 ora eksakte në këtë moment në këtë të enjtë të datës 27 mars dhe po shija që TikToku ishte mbyllur përfundimisht, një lajm shumë i keq për të gjithë ato që e përdorin TikTokun për të argëtuar. Mirë, jemi tashmë në studio me një djalë shumë interesant, i cili patjetër mban mbi supë një mbiemër të madh, por po ndërton dhe identitetin e tij tashmë në televizion por dhe në rrjete sociale. David Prifti, mirë se vjen. Hello Ronaldo. Në Live from Tirana. Si janë mëngjes? Që kemi dhe komshin shumë afër. Komshin, domethënë bëj dushun aty dhe unë shif kam ty. Ne kot që të marrëm shumë militar nga balkoni i shtëpisë tënde në studio. Kam një kritik për ty unë njerë që në fillim. Po si s'më bën follow në Instagram ti mua? Do ta shpjegoj për pak. Ti më fton mua në emision dhe nuk më bën as follow, e kupton ti çfarë jep apo? Kemi qenë follow, por për shkak të një gjëje që bëra aty duhet të isha publiku që ta dinë. No, hoqa zbraza të gjithë njerëzit se është një histori pune. Ashtu. Po do ta kthejmë direkt. Ashtu do. Ja, kështu e nisim, siç e nisim tot Big Brother me pse neve direkt. Pse e ke hedhur çorapet sipër krevatit tim. David, do të flasim pak për Big Brother VIP. Ti njesh që jep opinionin tënd ndryshe, por edhe pa filtra. Nuk e folur shumë në panelit televiziv për Big Brother, ndaj më lejo të pyes të bësh një rezume të këtij edicioni, nga fillimi deri në to ditë që jemi. Si të zhdukur? Çfarë epitete do i vendosje? Dgjoj, të them të drejtën, si emision nga gjitha edicionet VIP, më duket edicioni më i mërzitshëm, them drejtën. Se? Jo sepse është vetë i mërzitshëm në vetvete, por sepse të tjerët kanë qenë shumë më të fuqishëm mediatikisht sipas mendimit tim, dhe unë kam qenë vetë më i investuar dhe emocionalisht. Domethënë unë akoma për vete jam te Big Brother i parë dhe i dytë, sepse realisht vazhdoj edhe i bëj replay video. Pak më afër mikrofonit, të lutem. Vazhdoj dhe i bëj replay edhe videot në YouTube, domethënë sepse ai shumë argëtohem. Edhe Treshi ka pas efektin e vet patjetër. Katra ka pas personazhe që kanë spikatur, por si Big Brother vet më duket më i pavërtetë. Nuk kemi një histori dashurie, nuk kemi një shoqëri gjenuine. Jo se janë të pavërtet, po janë shumë të fokusuar në lojë dhe kanë arritur që të ndërtojnë lojën e tyre në dinamika individuale, e kupton, dhe nuk kanë pasur mundësinë të ndërtojnë dinamika gjenuine, siç është një histori dashurie që aty nuk është. Siç kemi dhe shoqëri që nuk ka, e vetmja marrëdhënie që do thosha që është sadopak e vërtet është marrëdhënia Rozana Laert, që dhe ajo sado e vërtet është, po ajo vjen nga jashtë, pikërisht dhe ka ndërtuar bazat e saj jo në shtëpitë Big Brotherit. Thën kjo, me gjithë këto kritika që ke për banorët që me sa duket ti thua që e kanë parë shumë Big Brotherin edhe futen me këto skenaret që krijojnë në kokën e tyre. Kush është dikush ty që të pëlqen aty? Se besoj e ke një të preferuar. Po, un kam disa të preferuar, mund të bëj edhe krahasime. Personalisht më pëlqen Gjesti. Okej. Më pëlqen humori i Gjestit, më pëlqen zgjuarësia e Gjestit edhe shkatësia. Nga ana tjetër më pëlqen zgjuarësia dhe artikulimi i Eglit, më pëlqen shpirti artistik i Rozanës, më pëlqen argumenti i Gertës, më pëlqen sharmi i Laertit. Kam shumë tipare te personazh të caktuar që më tërheqin. Si e ke parë këtë? Domethënë është një pyetje që bëhet shpesh për panelet televizive, por po flisni pak në përpara se fillonim live-in dhe ti kishe një opinion ndryshe për Egli Takon që shumë është gjykuar në këtë edicion. Ti si e ke parë? Them drejtën, nuk e kuptoj këtë vrullin e madh të ofendimeve, sidomos ndaj vajzave, domethënë në këtë aspekt që nuk është mundësia që të dashurojnë lirisht e para, dhe nuk e kuptoj edhe këtë dinamikën që është ndërtuar me Gjestin, domethënë, edhe ta thash edhe backstage, ta thash që edhe fituesi i edicionit të dytë të Big Brotherit është e argumentueshme që ka bërë një gjë të ngjashme, e kupton? Okej. Që i ka shkuar mbrapa vajzës që donte, por pse nuk u gjykuaj? Ai nuk u gjykua sepse para ishte djalë, dhe sepse e dyta ai nuk shkatroi veten. Domethënë, Egli mërziti veten në këtë gjë, pavarësisht se ishin dinamika që dhe Gjesti nuk i jepte sqarim, dhe nga pikërisht në këtë aspekt them që nuk e kuptoj dinamikën e tyre, sepse Egli unë jam shumë i sigurt që nëse do ishte jashtë, nuk do kishte këtë vrull emocione që nuk ka ditë ku ta nxjerrë, këtë eufori negative, do thosha.
Pra, nëse Egli do ishte jashtë Big Brotherit, nëse do kishte një hall me gjestin, po themi do e fliste me një shoqe, me një shok dhe nuk do e bëhej aq bezdisëse për publikun. Pra, edhe publikun nuk mundem ta fajsoj në 100%. Po, 100%. Por fakti që është brenda dhe ka aty brenda 4 mureve, në momentin që ka një gjë me të dhe ai nuk e sqaron, e kuptoj që është dhe shumë frustruese për të dhe ajo do dojë që ta sqarojë deri në momentin e fundit. Dhe ajo është edhe magjia, po edhe mallkimi i asaj shtëpie, do thoya. 3 banorë të rëndësishëm të këtij formati janë në një televotim ku njëri prej tyre do të lëri garën, të shtunën mësojnë finalen e Big Brother, kë sheti finalist, si është e vazhdimsinë e lojës, e më the të thash, por të gjitha këto vetëm me një herë pas bllokut publicitar. Rana 11:21 është ora eksakte në këtë moment, në këtë të enjte, me shumë shi, me shumë bre, me një kohë të vranët, por ja kur jemi ne këtu të sillim diell në makinat, në radio, në celularët tuaj, në të gjitha mënyrat që jeni duke na dëgjuar apo ju që do të na ndiqni në YouTube pasi ky emision përfundoi. David Prifti vazhdon të jetë me ne në studio dhe një nga highlightset kryesore David të kësaj jave në Big Brother ka qenë eliminimi i Valbonës. Si e pe këtë, domethënë Laertin e etiketuan si tradhtar dhe Bona kur doli tha që nga Laerti është Laerti, në Laerti është besprem. Po. Një term që kryesisht përdoret nga këto të TikTokut. Tani nuk mendoj që Laerti është besprem në momentin që se ka dashur kur Valbonën. dhe në reciprocitet edhe Valbona nuk e ka dashur Laertin, pavarësisht se loja ka dashur që të duhen. Okej. Laerti si lojtar ka bërë një lëvizje shumë të mirë dhe të stratege, do thosha, strategjike, por argumentin që dha dhe mënyra se si e shprehu që donte të kalonte kokë më kokë me nuk e mbrojti mirë thua tezën. Nuk e mbrojti mirë, jo, dhe bëri që do kishte kuptonte. Mendoj që do kishte më shumë fituar më shumë pikë se këtë gjë bëri dhe në Prime të martën duke ja tashuar këtë gjë vëllai të madh që mua ma vendosi vëllai i madh, se sfidë ndërkohë vëllai i madh dhe dy opsione. Mendoj që mund të kishte fituar më shumë pikë nëse do thoshte të vërtetën po more, dua të vazhdoj garën vetëm, po, ta fitoj çmimin vetëm. Absolutisht. Ajo është kritika ime personale për të që duhet kishte dhënë një argument shumë më të fortë dhe mos bënte sikur nuk kuptonte dhe u kuptua. Sepse ato që kanë fituar Big Brotherin në 3 edicione, Egla Luizi dhe Iliri nuk e kanë mohuar ndonjëherë që duan ta fitojnë. Absolutisht. Ai thjesht mund kishte thënë, nëse ka dashuri dhe vërtetësi dashurie, këtë mund ta shohim jashtë, por momentalisht un jam për çmimin e madh. Çmimin e madh ai nuk do e ndaj për gjys me Bonën, dhe as Bona me të. Edhe nëse shkon në finale, ato 10 eurot nuk ka pse ta me Bonën. Kështu që nuk e pe besprem Laertin. Jo, nuk do thosha. Okej, mënyra se si të thash, qasja që përdori nuk ishte e preferuara ime, por absolutisht jo. Valbona i meritonte 94 ditë qëndrimi në Big Brother? Po. Shumë më shumë se banorë të tjerë që mund të jenë brenda. Më shumë se ai. Si e përshkruan rrugtimin e saj? Rrugtimi i saj ka qenë shumë dinamik. Unë personalisht e simpatizoj si figurë. Më duket shumë simpatike, më duket e artikuluar, pavarësisht se ka një zë shumë autoritar, do thosha. Është një personazh që ka spikatur, është një nga personazhet që ka spikatur. Dhe në castin e personazheve që ka qenë prezente në edicion, unë do thosha që patjetër ka merituar qëndrimin e saj për në në fakt, nuk e prisja që Bona më ka surprizuar dhe nuk e prisja që Bona të zgjaste kaq shumë në Big Brother. Ndërkohë që situatat në shtëpi janë duke avancuar, si po e sheh lojën e Gertës? Se duket sikur ka disa prime që nuk ka një situatë ka rënë pak në hije, ç'është e vërteta. Siç thash më përpara, mua te Gerta më pëlqen forca e argumentit, por jo domosdoshmërisht më pëlqen mënyra se si ajo e tregon argumentin. Pra, ka një qasje pak agresive, do thosha, dhe mund të jetë më agresive ndër gjithë banorët që kemi aty, sepse përdor përveç se tonit të lartë, përdor edhe një gjuhë që është pak e vrasht, do thosha, edhe televizive, por edhe nëse s'do kishte kamera fare, do ishte një gjuhë që unë personalisht nuk do të preferoja që të më drejtoheshin në atë mënyrë, por unë lojën e Gertës e shoh paralel me Rozanën. Pra, nëse do bëja një krahasim, Gerta është lojtare më e fortë në aspektin e strategjisë dhe mendjes argumentative dhe pra pikërisht strategjisë, ndërsa Rozana ka një shpirt artistik pak më të thellë, pra është pak më e ndjeshme. Është më e ndjeshme. Gerta është pak më sipërfaqësore dhe i qëndron gjërave më në sipërfaqe, por është shumë e prerë në atë që thotë dhe kjo gjë i rrit pikë. Pavarësisht qasjes agresive për mendimin tim. Në rastin e Rozanës do thosha që ka argumenta, por nuk i ka aq të prera me thik
dhe aq të drejtë për drejtë sa që ka Gerta, por Gerta ka, Rozana ka dhe shpirt artistik. Po, që e pasuron. E pasuron dhe bën më të lezetshëm si personazh. Jozi Loredana, si u duket ky raport? Çifti i lezetshëm për Big Brother. Për jashtë nuk e di sa këngë të tjera mund t'i dedikoj Jozi Loredanës. Do funksionojë thua? E ti. Nuk e besoj. Për arsye të kujt? Për arsye ndoshta të dyve, sepse ato nuk janë, Jozi është në djeni për famën që ka marrë, por Loredana nuk është në djeni për famën që ka marrë. Në momentin që mund dalin jashtë, mund të pësojnë edhe një krizë identiteti në aspektin e famës, mund të marrë koka erë, mund të mos komportohen më me njëri tjetrin. Po dëgjoj një bisedë interesante në fakt mes Jozi dhe Loredanës, ku ky Jozi i thoshte Lorit që ti nuk mund të vish nëse un jam në klub duke performuar dhe të rish aty të më shohësh. Pra ne nëse dalim të dy. Dhe Lori që i thoshte po dëgjoj, ti mund të mbarosh sekonduar dhe pastaj mund të vish tek unë. Pra kanë filluar pak këto përplasjet e mentaliteteve të një djali nga Veriu mes një vajze të rritur në Itali. Por ndonjë nese kur, mos thuaj kur nuk e dihet. Por ama janë shumë çift humoristik. Shef në njërin prej tyre në finale? Jo. As Lori as. Jo. Lori më shumë se Jozi patjetër. Jozi është bërë shumë i lezetshëm tash që ka hyrë prap, por përsëri nuk do thosha që ka inteligjencë emocionale të mjaftueshme. Deri aty nga gjysmë finale thua. Edhe pak më përpara ndoshta. Ndërkohë, duket se ka një lloj tendence, të paktën kështu është interpretuar nga publiku, nga Rozana Radi, për shembull, fjala bie ishin prindërit e Gjestit të marrë në prime takuan dhe nuk than asnjë fjalë për Eglin. Rozana, duket se këtë gjën po e përdor duke shkuar tek Egli dhe duke ia thënë që ditu të mbash qendrim për këtë. Pse mendon që po e bën Rozana? Pra, apo godet ajo Gjesti nëpërmjet Eglit? A e tromb lidhja dhe karta e dashurisë mes Gjestit dhe Eglit të Rozanon? A e do ajo Eglin jashtë shtëpisë? Pra, si e shef gjithë? Absolutisht e do Eglin jashtë shtëpisë, sepse Rozana është e fokusuar që ta fitojë atë lojë dhe rrjedhimisht do ndjekë strategjinë e saj. Strategjia e saj deri tani ka qenë shumë koherente, ka ndjekur shumë afër Eglit dhe Gjestit çiftit, pra në momentin që secili kishte një problem me palën tjetër, Rozana ishte ndërmjetësja dhe në këtë moment, në këtë dinamik, Rozana fitonte shumë pikë. Dhe pikërisht në këtë pikë të lojës që kemi ardhur, Rozana është në pikën më të lartë, do thosha, në momentin që edhe Eglin ja tregon vendin ku e ka, ndërkohë dhe Gjesti tregon vendin ku e ka. Pra ka agresivitet dhe ka konflikt me të dyja palët, me dy nga protagonistët më kryesorë të edicionit, duke bërë rrjedhimisht edhe Rozanën një nga protagonistët po ashtu më kryesorë. Rendit 4 finalistët e këtij edicioni sipas teje. 4. Okej. Gjesti. Okej. Rozana. Okej. Gerta, Laerti. Nëse do të ketë edhe një vend për të pestin? Egli. Patjetër Egli. Po. Kto janë, vetëm këto të pestë, nuk shoh një person tjetër të drejtën. Qartë. David Prisi, të falenderoj shumë që ishe sot në Live from Tirana, të uroj një ditë të bukur në vazhdim dhe një fundjavë të bukur e cila nis nga nesër, ndërkohë të dielën ndërrohet ora, shkojmë në atë orën verore. Më në fund ne do të shkëputemi këtu për pak reklama dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana. Faleminderit Ronaldo. Faleminderit.